E mur kuadrën. Donat Lishnoku është të neve, Donat faleminderit shumë për këtë shtatësi. Ndërrim Ajdini është bashkë me neve, se dhe Visar Dile, që e shohim shpesh në Kanal 10, faleminderit shumë Visar. Faleminderit, knatësi. Zotëra Sanja, të fillojna me ty se qysh e la stadionin. Po atë... Jo, nuk esh... A ullë që kryt shluit sprej tifozve, mësë me Jo, të nuk e kom përcjell heq. A që ku në stadion? Se? Po qka e kom ditë Ti fanë si lapit me? Jo, se nuk ka ndosh me më bo mua të trajner të lapit, edhe ma nuk jo marrë me atë punë, as nuk e kom përcjell, as nuk e më shku në as një ndeshje, le të bojnë qka dojnë. As kryetar, as trener, s'po dojnë lapjan. Veç me kështu lapin krejt. Artësin ke shumë i shgënim edhe të asane. Pak po. Edhe nga rezultatet e fundit, në zgjedhje, gjithçka ka një skec 2025 për ti. Jo, rezultatet e fundit nuk jenë kon keq. Jo, mirë është të jem 3 deputet ato në kuvend. Jo, për ty personal. Për mu personalisht e kom ditë që nuk hi deputet. Unë jom interesu më zgjedhjet lokale, tash i kem ku, më lena 2 javë dhe shpallë date aty në do me kandidu për kryetar të komunës? Po ne që, 4 vjetë e kom shpallë kandidaturën, me njerë që i kom humë zgjedhjet lokale në vitin 2021, unë e kom shpallë kandidaturën për zgjedhjet vitit 2025. Edhe besoj që në këto zgjedhje nuk kom konkurencë. As Shpëtim Bullicin, as ndoshta Ekrem Hyseni nga LDK-ja ta zëmë, sepse po flasim me emra, po që s'janë të zyrtarizuar këta. Shpëtimi e Ekremi nuk e dija janë kandidat ata mas pari, halo? Po, vërtet është që nuk e di. Po që jo nuk isha konkurent as njonin, sinqerisht po thëmë se Lidykën e kemi provu 20 vjetë, edhe mo diqka që qytetari mo e ka po që... E ka një buzëqeshje të letë, kështu që... Cili? Kush e ka të buzëqeshje? Edhe por Shpëtim Bullicin që do të thot që 5 vite, një mandate gjysmë dikun i ka, edhe i ka shgënyu ka gja shumë qytetarët atje, kështu që pa dorim po i presin zgjedhjet me dalë unë me kandidu edhe me votua, edhe besoj që ku me mojt ka gja gata aty. Okej, do të shohim, do t'jemi ofër këtë Si pali po arrema i OAK-s, a? Po nashta edhe ma gjatë pak. A ka... E qka nëse nuk bosh? Ja, këto s'ka Kandidon e për tjerën tjetër, bërë. Jo, nëse nuk ka, Me njerët nesë në fond kandidaturën për zgjedhjet tjera. Jo, edhe kësaj here për shot nevojshme dhe të arsyeshme, m'ja ofru qytetarëve kandidaturën time, por në ryshen nëse nuk vlerësojnë, unë e moj me jetu edhe pa konë kryetar komune, kështu bile, diqka po e thëmë që akon pas me thonë gjatë fushatës, po e thëmë sante, unë e 4 vjetë ku me punu pa pagë, nuk ku me marë pagën e kryetarit komunës heq. Unë e po du me punu për qytetarë të mi atje. A ki me ndoha me qytetarë nevoj pagën? Po pra, sa më nuk e marë. Ky është zotim që po e bën në një televizion, unë e kur thëmë diqka e moj fjore. Që është kogja i shikushëm. Thash që kom pas to me thonën gjatë fushatës, po e thash sante masim. E në më këtë muhabet në këtë. Të qojmë nëse ky premtim do t'i ndryshoj edhe mendjen e qytetarëve. Nuk e kam për me ndryshu mendjen e qytetarëve, po kështu me ju kallëzu që nuk e kam unë për një pagë ato me shku, as me shku me dhënë tendera, me marrën e diçka, me marraj po me punua për qytetarët mi edhe. Kështu menu më si të ditë s'ki më bo heq, e po thu që s'marr pagë. Jo, për ata nuk i dihet, jo nuk i dihet. Tash më zëjtë me në këtë pjesën Qëtë shka mund të me ndodhë atë, se nuk është në dorën time, është dorën qytetarëve, po me ju kallëzu që nuk e kam për interes temin personal, se unë jetoj që atje ku jetoj gjithë edhe knash në që atje. Po, e kuptojmë të, pak shaka e këthim muhabetin, s'besej shumë prej. Jo, ta më puna. Donat, fitur